dorë të kriminalëve, po pasundoj kriminalit në çdo cep të Shqipërisë, nuk po dominon dot policia, dominon krimi. Do bërit e tyre se na fundoset do të thonë. Me këto fjalë u përball presidenti i Republikës Bajram Begaj, që në mungesë të Ramës mori pjesë në homazhet në nder të policit Enea Mekolli, që u vra në një operacion për kapjen e 43 vjeçarit Violant Braçellari, një ish komando i kthyer në kultivues kanabisi që prej 9 vitesh ishte në kërkim. Xhaxhai viktimës në emër të familjes, por dhe të qytetarëve shqiptar, i përcolli presidentit si përfaqësues i shtetit këtë mesazh rrënqethës. I fundi krimi se po na vitë ditë, na mbylli derë, po se dini kriminalët si vrasin tot 3 herë, 4 herë tentativë për ta shohur. Të mini masa se po la vristin rinin. Vajuri të zot të vendit se i lavë këtë vend në dorë të kriminalëve, po pasundoj kriminalit në çdo cep të Shqipërisë, nuk po dominon dot policia, dominon krimi. Do bërit e tyre se na fundoset do të thonë, na fundos dash punë të fund. Por jetojmë kohë ta mbyll të dyert, more. Por e gjeni rrejt, lidhjet dhe urdhën që dhaj në mënyrë të atit pa e mbrojtur personin, si e dërgontin pa masa mbrojtje, pa të mbroj personin një pasaj. President më falë, jo, unë pasaj të drejtë, po rritën me mira në krejt e tyre se nuk do bëhet. Enea Mekolli është dëshmor i radhës në policinë e shtetit, teksa plumbat e krimit të organizuar po vijojnë të derdhen mbi uniformat e rendit. Ndërkohë, në operacion beti i plagosur edhe kolegu i tij, Edison Adri, që po lufton për jetën tek Spitali Traumës. Pak ditë më parë në Mamurras, në një operacion për kapjen e një të kërkuari, u qellua me armë, ndërkohë dhe në operacionet antikanabis është hapur zjarr ndaj forcave të policisë. Përballë këtij realiteti, në çdo dosje që vjen nga SKJ-CC, dalin në përgjime drejtues të kupolës së policisë së shtetit, që bashkëpunojnë me trafikantët për të trafikuar tonelata kokainë nga Amerika Latine në vendet e Bashkimit Evropian.